Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi muntajabin, wa ala jami'il anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet më shpëtotit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, me familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur, dhe me të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshahu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në udhëtimin e jetës njerëzore, çdo njeri përballet me sfida të shumta, por ndër të gjitha më e madhe dhe më e vështira është ajo që zhvillohet brenda shpirtit të tij. Egoja, ose nepsi i njeriut, është një forcë e padukshme që banon në zemër, e cila e fton njeriun herë drejt mirësisë dhe përulësisë, e herë drejt mëkateve dhe krenarisë. Për këtë arsye, në mësimet islame theksohet se betejë e vërtetë e njeriut nuk është ajo që zhvillohet kundër armikut të jashtëm, por është ajo që zhvillohet brenda vetes. Kjo është arsyeja se përse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe ai quajti luftën me egon xhihadi më i madh. Kjo luftë është e vazhdueshme dhe nuk përfundon kurrë, sepse egoja është gjithmonë e pranishme dhe gjithmonë përpiqet të dalë sipërfaqe. Në momente të ndryshme të jetës, ajo mund të shfaqet si krenari, si lakmi, si zili apo si dëshirë e tepruar për pushtet dhe pasuri. Nëse njeriu nuk arrin ta kontrollojë këtë ego, ajo e tërheq drejt hunerës shpirtërore dhe u bën të humbas vlerën e tij. Dhe ai që lufton dhe e mposht egon, fiton një forcë të brendshme që e çon drejt moralit të lartë dhe përulësisë. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin e ditës së sotme, do ju ftoja të ndiqnim së bashku surën për sot, e cila është surja 91 e Kuranit familjar, surja Shams. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, për diellin dhe shkëlqimin e tij, dhe për hënën që e përcjell ata, për ditën që ja zbulon shkëlqimin atij për diellit, dhe për natën kur e mbulon ata, për qiellin dhe për atë që ka ndërtuar, për tokën dhe për atë që ka shtruar, për shpirtin dhe për atë që ka përsosur, duke ja bërë të njohur atij të keqen dhe të mirën. Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të shpëtojë, ndërsa kushdo që e poshtron atë me punë të këqija, do të dështojë. Fisi themullit nga shfrenimi i vet përgënjështroi, kur u ngrit me i keqi i tij për të thirrur devën, i dërguari i Allahut, Salihu, u tha atyre:
Kjo është deveja e Allahut, lërini atë të pi pjesën e vet. Por ata nuk e besuan atij dhe e therrën. Prandaj Zoti I tyre I shkatërroi të gjithë për gjunahet të tyre, nga I pari tek I fundit, pa pasur frikë prej pasojave të kësaj. Këto ishin e 15 ajetet e surës Shams. Të dashur vëllezër dhe motra, nëse njeriu fiton ndaj egos së tij, ai gjen qetësinë e vërtetë dhe gjen lirinë që nuk mund të krahasohet me asgjë tjetër. Ky triumf nuk është I lehtë, sepse kërkon përpjekje të bashkëkohshme, vetkontroll dhe durim. Por kjo luftë është çelësi I vlerës së njeriut dhe themeli I çdo virtyti. Prandaj lufta me egon nuk është një zgjedhje, por një detyrë për çdo besimtar që dëshiron të arrijë tek lartësia shpirtërore dhe tek suksesi I përhershëm. Jeta e njeriut është një udhëtim I gjatë, në të cilin ai përballet me sfida të shumta, por ndër të gjitha, sfida më e madhe është ajo që zhvillohet brenda vetes. Egoja, ose nifsi, është një forcë e brendshme që ndodhet në zemrën e çdo njeriu, dhe që mund ta ngrejë atë në kulmet e devotshmërisë ose ta hedhë në mënyrën e shkatrimit. Allahu na ruaj. Nëse ajo udhëhiqet dhe pastrohet, bëhet shkak I shpëtimit, por nëse lihet e lirë dhe e pakontrolluar, ajo bëhet shkak I humbjes së madhe. Për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur u kthye nga një betejë ushtarake, u tha shokëve të tij: "U kthyem nga xhihadi I vogël për të përballur me xhihadin e madh." Kur ata pyetën se cili ishte xhihadi I madh, I dërguari I Allahut, profeti Muhammed I përgjigj: "Lufta kundër vetes." Ky hadith I njohur e vendos theksin mbi betejën e brendshme, e cila është e përhershme dhe nuk mbaron kurrë gjatë gjithë jetës së njeriut. Kurani I madhëruar na kujton vazhdimisht se egoja ka prirje të dyfishta. Ajo mund të thrasë drejt devotshmërisë, por mund të nxisë dhe drejt së keqes. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Pasha shpirtin dhe atë që e krijoi ata. Ai e mësoi atij të keqen dhe të mirën. I shpëton vetëm ai që e pastron, kurse shkatërrohet ai që e ndot. Nga ajeti 7 deri në ajetin e 10 të surës Shams. Këto vargje na e bën të qartë se pastrimi I shpirtit është një detyrë madhore, ndërsa ndotja e tij është burimi I të gjitha fatkeqësive. Njeriu që nuk I jep rëndësi luftës me egon, është I dënuar të blerprejë dëshirave, pasioneve, mundjemadhësisë dhe padrejtësive. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: "Armiku yt më I madh është egoja jote, që gjendet mes brinjëve të tua." Kjo fjalë e urtë e përmbledh me pak fjalë thelbin e realitetit, se nuk ka armik më të rëndësishëm dhe më të rrezikshëm se sa ai që gjendet brenda nesh dhe që nuk pushojmë së luftuari me të. Në histori ka pasur burra të fuqishëm, mbretër dhe komandantë, që kanë fituar qindra betejë, por janë poshtur fatkeqësisht nga egoja e tyre. Një njeri mund të sundojë kontinente të shumta, por nëse nuk sundon veten e tij, ai është I humbur. Në të kundërt, ai që fiton luftën mbi egon, dhe nëse nuk ka pushtet mbi të tjerët dhe nuk ka pasuri, ai është bërë mbret I vërtet mbi vetveten. Imam Kadimi paqja qoftë mbi të ka thënë: "Bëhuni armiqtë e egos suaj, sepse nuk ka armik më të dëmshëm për njeriu se sa ajo." Dhe këtu kuptohet qartë se pastrimi I shpirtit dhe kontrolli I egos është rruga drejt lirisë së vërtetë, sepse ai që I dorëzohet dëshirave të tij nuk është I lirë, por rob I vetes. Allahu na ruaj nga kjo gjë, sepse lufta me egon duhet të zhvillohet në çdo moment të jetës tonë, në çdo orë, në çdo sekondë, në çdo minutë, sepse ajo manifestohet në mënyrën se si njeriu reagon ndaj pasurisë, ndaj pushtetit, ndaj lavdisë, ndaj sprovave dhe fatkeqësive të ndryshme që mund të kalojë për jetë. Egoja e pakontrolluar e shtyn njeriu të kërkojë vetëm interesin e tij personal,
Ai ignoroi të drejtën e tjetrit, të bëhet mendje madh, të ndjek epshet pa menduar për pasojat. Allahu thot Bismillahirrahmanirrahim. Shpirti im më nxit vetëm drejt së keqes, përveç atij që Zoti im e mëshiron. Ajeti 53 i surës Yusuf. Pra ky ajet na tregon qartë se pa mëshirën e Allahut dhe pa përpjekjen e vetëdijshme që duhet të ketë njeriu nuk mund të amposhtë egon e tij. Vetëm ata që lidhen me Zotin, që e kujtojnë atë dhe vendosin mbi gjithçka tjetër Zotin e gjithësisë, arrin të dalin fitimtar. Allahu thot në Kur'an, adhuroje Allahun duke qenë i sinqert me fenë e tij. Ajeti 2 i surës Zumar. Kur njeriu përkulet me përulësi në adhurim, ai e kthen dhe tashmë krenarinë e tij e ka kthyer dhe e ka bërë pra pjesë të adhurimit të tij për të përulur Zotin e gjithësisë. Duke u përulur, e kujton se është rob i Allahut dhe jo Zot i vetvetes. Një tjetër mjet është vetlllogaria. Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, kush e llogarit shpesh veten e tij, fiton. Dhe kush e lë pas dore vetllogarinë, fatkeqësisht humbet. Pra vetlllogaria është pasqyra kur shpirti shikon gjendjen e tij dhe korrigjon gabimet që mund të ketë bërë para se të vijë dita e gjykimit. Një mjet tjetër është edhe durimi të nderuar të dëgjues dhe shikues, se egoja shpesh e shtyn njeriu në nxitim, në zemërim dhe në dëshpërim. Allahu thot në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu është me ata që janë të durueshëm. Ajeti 153 i surës Bakara. Pra me durim, njeriu ruan qetësinë dhe nuk lejon që egoja ta mposhtë dhe ta pushtojë. Të dashur dëgjues dhe shikues, pjesa më e rëndësishme e luftës ndaj egos është dhe pendimi i sinqert. Çdo njeri bie pre e egos së tij dhe kryen mëkate, por rruga drejt Allahut është gjithmonë e hapur përmes pendimit. Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, o robërit e mi, që i keni bërë vetes të keq me gjunahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu i fal të gjitha gjunahen. Vërtet, ai është falësi i madh dhe mëshirëploti. Ajeti 53 i surës Zumar. Shpërblimi për ata që arrin të frenojnë egon është i madh dhe i përjetshëm. Allahu thot, ndërsa ai që e ka frikë qëndrimin para Zotit të tij dhe e ndal veten nga pasimi i epsheve, vendbanimi i tij do të jetë xheneti. Ajeti 40-41 i surës Naziat. Këtu shihet qartë lidhja mes frenimit të egos dhe shpëtimit në botën tjetër. Ai që fiton mbi vetveten, fiton dhe mbi të gjitha sprovat e tjera, dhe përfundimi i tij është xheneti. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, kush e fiton luftën kundër egos së tij, Allahu e bën atë udhëheqës për të tjerët. Pra fitimi i kësaj betejë nuk është vetëm një sukses personal, por bëhet edhe një dritë dhe një udhëzim por shoqërinë ku ne jetojmë. Mund të themi se lufta me egon është vërtet xhihadi më i madh. Nuk ka betejë më të vështirë, më të gjatë dhe më të rëndësishme se sa ajo që zhvillohet në brendin tonë. Ai që fiton luftën mbi egon, bëhet i lirë nga robëria e dëshirave. Ai arrin devotshmërinë dhe ndriçohet nga drita e Allahut xhaleshahu. Ai që fatkeqësisht humb në këtë betejë, bie në errësirë dhe humb shpëtimin e Zotit të gjithësisë. Kjo luftë nuk ka pushim, nuk ka armë pushim dhe nuk ka fund përveç se me vdekje. Për këtë arsye, besimtari mund të jetë gjithmonë vigjilent, gjithmonë i lidhur me Zotin, gjithmonë i përkushtuar në adhurimin, në vetllogari, në durim dhe në pendim. Vetëm kështu ai mund të dalë fitimtar në xhihadin më të madh, në luftën me egon dhe të fitojë lumturinë e amshuar. Nëse e shohim jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por jo vetëm, dhe të ehlibitit të tij të pastër, e gjejmë plot shembuj të këtij xhihadi të brendshëm. Ata ishin njerëzit më të përulur, më të durueshëm dhe më të drejtë, sepse kishin fituar mbi egon e tyre.
Profeti, megjithëse ishte njeriu më i madh dhe më i dashur i Allahut, ai jetoi jetën me thjeshtësi të skajshme dhe nuk e lejoi kur egon ta mposhte dhe ta pushtonte ata. Ai e përballoi çdo padrejtësi me durim, çdo shpifje me qetësi dhe çdo sprov me përmirësi. Ky është modeli më i madh për besimtarin që kërkon të luftojë me vetveten. Lufta me egon pra është çelësi i çdo mirësie dhe themeli i çdo virtyti. Nëse njeriu e mposht egon, i hapen dyert e devotshmërisë, të dashurisë për Allahun, të mëshirës ndaj njerëzve dhe kërkimit të drejtësisë. Nëse nuk e mposht egon të nderuar dëgjues dhe shikues, egoja bëhet burim i mëkateve, i padrejtësive dhe shkatrimit të njeriut. Kjo është arsyeja pse në Islam theksohet vazhdimisht rëndësia e pastrimit të shpirtit dhe luftës me vetveten. Kjo është udhëtimi më i madh i njeriut dhe vetëm ata që janë të sinqertë dhe të përulur, përnjëkohësisht dhe të durueshëm në këtë rrugë, arrin ta përfundojnë këtë mision me sukses. Qofshin për atyre të cilët nuk bien prej egove, qofshin për atyre të cilët Allahu na ka dhënë një zemër të fortë që në të fundon besimi, devotshmëria dhe përkushtimi në Zotin një dhe të vetëm. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar një xumë të begat, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن